Sa efekt ka dhënë për ta tronditur pushtetin e Edi Ramës? Ne do ta shikojmë në shumë këndvështrime protestën. Do ta shikojmë në këndvështrimin së pari të asaj që Edi Rama ka deklaruar, më kujtohet nga rreth viteve 2018-2019, ku tha se shqiptarëve nuk u ngrihet. Dhe kishte fjalën për shqiptarët që u ngrihen në protestë dhe unë mund të bëj çfarë të dua në këtë vend. Dhe kjo është një anë pozitive, sepse hoqi dhe nga mentaliteti i qytetarëve shqiptar, atë të cilën kishin të gjithë që shqiptarët u ngrihen, nuk protestojnë, janë popull pa gjak, pa nerve, kështu me radhë. Kjo është më kryesorja, sepse sot po shikojmë që jo vetëm që protestojnë, por kanë edhe nerve. E dyta është që edhe më kryesorja i nderuar fakti që sot Edi Rama nuk është më ai Edi Rama ku në Europë, në botë, dhe që kishte investuar për atë imazhin e tij, ku ai ishte një lider i cili në vendin e tij e donin për shkak të ndryshimeve epokale që ai kishte bërë kështu me radhë. Pra, ra miti dhe propaganda që Edi Rama ka ndërtuar këto 13 vite në sy të opinionit ndërkombëtar, madje me kosto shumë të mëdha, qoftë kjo edhe financiare. Dhe kjo është gjëja e dytë, sepse Edi Rama sot e ka një imazh krejt të dërmuar në syt e vendeve jo vetëm Bashkimit Evropian, por dhe më gjerë. Dhe tjetra që është edhe më kryesorja ka tronditur realisht themelet, për mos thënë që ka filluar dhe po ja heqë ato gurët e themelit të ndërtuar këto 13 vite, ku Edi Rama ka ndërtuar një pushtet të tillë në mënyrë, mund ta themi pse jo, edhe diktatoriale, autokracie, ku ai ju prish algoritmi. Këtë e ka deklaruar vetë që nuk është më ai algoritmi i tij që ai mendonte dhe dilte fitimtar dhe ku të gjithë rrugët të çonin tek glorifikimi i tij. Tashmë Edi Rama është një njeri i cili sot po numëron sa protestues ka në shesh, po dhe kush janë ata që po protestojnë duke nisur me anë ai vetë, por edhe angazhimi që ka strukturat e partisë për të intimiduar, për të linçuar dhe për të propaganduar dhe për të bërë pse jo edhe si vitë e tyre personale dhe familjare të preardhjes atyre të cilët diskutojnë në foltoren e ndërtuar në mënyrë spontane para zyrës së tij. Dhe kështu që mendoj se këto tre arsye që përmenda më sipër, mendoj se janë shkakun që Edi Rama sot është më i dobët, është më nervoz dhe është një kryeministër i tunatur, sepse tashmë është i diskredituar në të gjithë e të gjithë politikanëve evropian, po pse jo edhe qytetarëve evropian. Zoti Cakani, kjo protest ka marrë një jehon ka marrë një jehon ndërkombëtare ku mediat më të mëdha e kanë pasqyruar, ndërsa tashmë kanë lëvizje edhe në politikën amerikane, teksa kongresmeni amerikan Joe Wilson ka propozuar një hetim lidhur me lehtësimin që ka bërë qeveria shqiptare kundrejt trafikut të drogës. Dhe në këtë rast, a është kjo një goditje e Shtetit Bashkuar të Amerikës që mund ta fundos një herë mirë Edi Ramën? Ne kemi bërë shumë intervista bashkë, edhe unë paktën në disa prej bisedave që kemi bërë, unë kam thënë që Edi Rama po sillet si Noriega i Panamas, është një lider i cili u mbështet fuqimisht nga Shtetet e Bashkuara diku në kohën e tij andaj këtej, dhe në fund ai u arrestua dhe u dënua për lidhjet e tij, për krimin organizuar dhe për pushtetin e tij të korruptuar. Unë e kam thënë këtë dhe bëra krahasim me Edi Ramën, kur askush nuk fliste dhe nuk e mendonte, madje na quajnë të çmendur. Sot jemi përpall një realiteti i nderuar, ku senator amerikan, njerëz të afër, pra senatori e afër me presidentin e SBA-ve Donald Trump, i cili ka kërkuar, ka propozuar për ngritjen e një komisioni ku të hentohet edhe Edi Rama dhe pushteti i tij, ndër të tjera. Dhe ai aty janë
në raportin që ai ka paraqitur për ndërtimin e këtij komisioni, mos e më saktë, arsyet që ai ka paraqitur janë disa. Janë lidhjet korruptive të qeverisë shqiptare, janë investitorë strategjik, janë pronar mediash, janë njerëz afër pushtetit të Edi Ramës, se si kanë përfituar fonde publike, por edhe statusin e investitorit strategjik, dhe të gjitha këto bashkë janë përmbledh në kërkesën e tij për të hapur rrugën këtij komisioni. Të jeni të bindur që kur të miratohet ky komision, që do ketë afat në 10 ditë, nga disa më shumë apo më pak, por rreth në 10 ditë, do jetë fundi politik i Edi Ramës. Sepse nëse do të shikojmë sot, Shqipëria i plotson, pushteti i Edi Ramës i plotson të gjitha, po kur them të gjitha kriteret e një narkoshteti ose një shteti të kapur nga krimi organizuar. Pra, një shtetit ku nuk dallohet më ku mbaron krimi organizuar, ku mbaron partia dhe ku fillon shteti dhe pushteti. Kjo është e gjitha. Pavarësisht se edhe analizët do ta minimizojnë, mediat do ta minimizojnë këtë kërkesë, po mos harroni që do ketë edhe shpallje të tjera non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, njerëz të cilët biznesmen, oligark, që i kanë shërbyer dhe kanë marrë fonde publike dhe kanë shërbyer pushtetit e Edi Ramës. Kështu që do ketë zhvillime të reja, padyshim që zhvillimet do jenë në favor të popullit shqiptar, kjo nuk diskutohet, sepse të heqësh kas politike të korruptuar me këto forma, vërtetove njerë që ne jemi qeverisur 13 vite ose më pak apo më shumë nga një qeveri dhe nga një pushtet tërësisht i kapur nga mafia dhe krimi organizuar, dhe padyshim që do ketë një shlirim në kuptimin e plot të Shqipërisë, si nga ana mund ta quajmë këtë e kapitalizmit shqiptar, sepse do t'i hapet rrugë mundësisë për të gjithë qytetarët dhe jo një grupi të vogël rreth kryeministit i cili ka pasur përfitime realisht këto 13 vite, ku me anë të investitorëve strategjik kanë përfituar toka prona publike kështu me radhë, me anë të PPP-ve kanë marrë fonde publike, me anë të VKM-ve të tij kanë përfituar prona publike edhe më tej akoma, dhe me anë të lëshimeve me ligjeve personale atë personal në Kuvendin e Shqipërisë kanë përfituar toka dhe shumë të mira publike. Dhe kjo histori do marrë fundi e përgjithmonë dhe po është gjë e mirë këtu, sepse do ka ato qeveri që do vinë më pas, do të mendojnë 2 herë për të marrë bëjnë ligje dhe për të japin prona publike, asete publike për llogarit të një pakice që i shërben pushtetit. Dhe kjo do jetë më pozitivja për sa i përket të gjithë kësaj historie. Zoti Cakrani, ju si njeri i drejtësisë, a mendoni se organet ligjzbatuese amerikane mund nisin një hetim sa i përket përfshirjes që Edi Rama i ka bërë dhëndrit Donald Trump, Jared Kushner dhe vajzës së tij Ivanka Trump me element të krimit organizuar apo edhe me persona që dyshohen për narkotrafikant, përmendim këtu takimin e famshëm të Arubas? Shiko, them diçka. Që Edi Rama e bëri pis vajzën e presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, njeriut më të fuqishëm të botës, kjo tashmë nuk ka asnjë dyshim. Fakti që Edi Rama e përdori emrin e saj, emrin e familjes saj dhe emrin e babait të saj për çoka politike të brendshme, edhe kjo nuk ka asnjë dyshim. Mjafton rasti kur ai deklaroi nuk shkova në Davos unë sepse më kishte lënë presidenti të mbaja vajzën e tij, shikoja vajzën e tij, vetëm kjo mjafton për të nisur një hetim. Plus pastaj që ai e ka bërë pis edhe vajzën e presidentit duke e ngatëruar, jo vajzën, po dhe dhëndrin e tij dhe emrin e familjes tij në afera të cilët ata nuk janë realisht të përfshirë, sepse ata nuk janë të zvërnesi. Ata nuk ekzistojnë të zvërnesi nderuar. Dhe kjo është përdorur nga Edi Rama për qofin e tij personale politike. Nuk ekzistojnë. Po, te Sazani mase kanë patur tentativa ose kanë tentativa për të bërë një investim. Po te zvërnesi tu jep garanci absolutisht jo. Dhe fakti që po përdoret që kanë lidhur Arubën me fëmijët e presidentit, kjo është e bën situatën akoma më të rënduar
nga pikpamja e dëmtimit të imazhit publik të tyre. Dhe kjo nuk ka qenë vepër e imja juaja, ka qenë vepër e atyre të cilët mbështesin kryeministrin dhe asoconin fëmijët e presidentit me kryeministrin për të trëmur dhe për të mbyllur gojën këtu opinionit publik, analizë gazetarëve kështu me radhë që mos ta ludonin për Edi Ramën sepse ai ka mbështetjen e presidentit të Shtetit Bashkuar dhe ka mbështetjen e administratës së presidentit Donald Trump. Pra, përdorimi publik i emrit të vajzës, i emrit Trump apo dhe vetë presidenti i Shtetit Bashkuar e ka bërë për mendimin tim, këndvështrimin tim jo vetëm, por edhe analizëve të ndryshëm dhe fakti që sot po përdoret kjo që Edi Rama ka bërë në fushatën elektorale e Shtetit Bashkuara, unë mendoj se e ka rënduar shumë pozitën e Edi Ramës për të vazhduar mëtej miqësinë, për të vazhduar bashkëpunimin, po për të vazhduar dhe qeverisjen me shqiptarët për vitet e ardhshme. Mendoj se do kemi zhvillime të reja nga shtatori e tutje.